Të martën është planifikuar seanca e radhës në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj Erion Veliajt. Pyetja që lind pas vonesave njëvjeçare të gjykimit të kryebashkiakut të Tiranës është kush do sëmure të martën. Seanca do shtyhet dhe ky është një fakt tashmë që e shohim sa herë Veliaj duhet të përballet me provat dhe dëshmitarët në GJK. Zvarritja e proceseve gjyqësore ndaj tij është shndruar në një strategji të qëllimshme dhe kjo është e qartë. Mjetet janë të ndryshme, që nga sëmundjet, aksidentet, dosjet, kafazi i xhamit, të gjitha kanë një qëllim: shmangjen e drejtësisë dhe vonesën e procesit. Faktet: në 3 korrik të 2026, seanca në gjykatën administrative për padinë e Veliajt ndaj prokurorit Olz Dado u shty pasi avokati Plaren Dreca mungoi me pretendimin se djali i tij ishte sëmur. Kjo situatë pason një seri zvarritjesh në GJK, ku Dreca ka përdorur si justifikim aksidentet e kolegëve apo sëmundjet e tij personale. Strategjia e mbrojtjes së Veliajt ka qenë e larmishme dhe sistematike, me skema dhe skenar që nuk ndalen. Por në fakt, ato tregojnë se zvarritja e procesit është një strategji ndoshta dhe frikë pasi Veliaj dhe avokatët e din mirë çfarë provash ka në dosje. Më poshtë po ju sjellim disa prej këtyre preteksteve. Fillimisht u përjashtuan avokatët Artan Gjermani dhe Ermir Beta në 12 dhjetor të 2025-s. Më pas mbrojtja kërkoi kohë shtesë për të njohur me akte që i dispononin prej korrikut, duke shkaktuar shtyrje në 28 tetor, 12 dhe 17 nëntor, si dhe 2 dhe 5 dhjetor të 2025-s. Gjithashtu seancat e 29 shtatorit, 10 tetorit dhe 21 tetorit 2025 u shtyn për arsye që varionin nga mungesa e njoftimit të pandehurve deri te bojkotet e avokatëve. Pas fillimit të gjykimit në themel, seanca e 5 janarit 2026 u shty me pretekstin për dërgimin me vonesë të akteve, ndërsa ajo e 19 janarit u shty pasi Veliaj kërkonte kontakt me avokatën e caktuar nga gjykata Valentina Teodorescu. Për më tepër janë përdorur pretendime të pabaza për mos shoqërimin nga drejtoria e burgjeve apo kushtet e qëndrimit në kafazin e xhamit, të cilat janë hedhur poshtë nga institucionet. Këto seanca pambarimisht vetëm shtyen dhe nuk janë gjë tjetër veçse një kosto e madhe financiare. Erion Veliaj, përveç faturave të majme dhe akuzave për korrupsion, ka edhe këto faturat e tjera: gjyqtar, prokuror, avokat që duhen paguar. Këta të fundit i paguan vëllai Arber Veliaj së bashku me lobimet qindra mijëra dollarëshe në SBA me mashtrime, se prokurori Olz Dado është aktivist i PD-s apo ka kërkuar shtesë leje dhe nuk i është dhënë. Ky dokument nuk u nxor kurrë. Një pjesë e madhe e këtyre gjyqeve paguen nga taksat e shqiptarëve. Janë 10 seanca që shtyen dhe gjyqe që zgjasin pafund. Në fakt, këto kosto nuk duhet i kenë më shqiptarët. Është bërë një vit që është dorëzuar dosja nga SPAK në GJK, ndërkohë Veliaj vijon skemat, hiq avokat, vendos avokat që sëmuren dhe shumë pretekste të tjera, vetëm për mos të zhvilluar procesi gjyqësor normalisht. Veliaj demonstron standarde të dyfishta duke shmangur seancat penale, ndërkohë që paraqitet rregullisht në gjykatën administrative. Gjithçka lë të kuptohet se strategjia mbetet e qartë. Veliaj kërkon të shmang zhvillimin e seancave në GJK përmes këtyre preteksteve të vazhdueshme. Ndaj pyetja që na lind natyrshëm është se cili do të sëmuret të martën në seancën e radhës në GJK.